Sipas parashikimeve nga ekspertët italian të konsorciumit Lama, anticikloni afrikan do të vazhdojë të dominojë modin për pjesën më të madhe të javës, me kulmin e tij që pritet midis të mërkurës dhe të shtunës, kur temperaturat në shumë zona të rajonit mund të arrijnë 38-40 gradë me kulme lokale mbi 40 gradë. Temperaturat maksimale do të jenë pak më të ulta përgjatë Bregdetit, por të shoqëruara nga lagështi e lartë dhe kushte me lagështirë. Minimumet gjithashtu do të mbeten të larta mbi 20 gradë pothuajse kudo. Deti mesdhe me temperatura sipërfaqësore midis 29 dhe 30 gradë do të kontribuojë gjithashtu në nxehtësi me temperatura anormale që arrin thellësi deri në 40-50 metra. Sipas Lamas, kjo fazë nxehtësisë intensive pritet të zgjasë gjithsej 11-12 ditë me një lehtësim që pritet rreth datës 9-10 gusht. Megjithatë, ndërprerja mbetet e pasigurt dhe ardhja e valëve të reja të nxehtësisë gjatë muajit gusht nuk mund të përjashtohet. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.